Të nderuar përfaqësues të mediave, mirë se erdhët. Presidentja e Republikës së Kosovës, Dr. Vjosa Osmani Sadriu dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s, zoti Mark Rutte, pas takimit do të mbajnë konferencë për media. Pas deklaratave të presidentes Osmani dhe sekretarit Rutte, do të kemi kohë vetëm për 2 pyetje, një për presidenten Osmani dhe një për sekretarin Rutte. Zonja Presidente, fjala për ju. Faleminderit shumë i nderuar sekretari përgjithshëm i NATO zoti Rutte, të nderuar anëtarë të delegacioneve, të nderuar qytetarë të Republikës sonë dhe të nderuara media. I nderuar Mark, mirë se erdhe në Republikën e Kosovës, është sërish nder i madh t'ju mirëpresim dhe kujtojmë me dashamirësi vizitën tuaj të fundit kur ishit këtu si kryeministër i një shteti dhe aleati të çmuar evropian. Sot kam nderin t'ju mirëpres në cilësinë e sekretarit përgjithshëm të aleancës më të fuqishme dhe më të suksesshme që ka njohur njerëzimi, ndaj ju falenderoj edhe që pranuat ftesën time që ta vizitoni Kosovën, shtetin me sentimentin më pro NATO në glob, me rreth 97% të qytetarëve tanë që i besojnë aleancës dhe dëshirojnë të bëhen pjesë e saj. Më lejoni gjithashtu t'ju uroj njësëardhje të ngrohtë në emër të gjithë qytetarëve të Republikës sonë, qytetarëve të cilët do të jenë përjetësisht mirënjohës për kontributin vendimtar të aleancës për lirinë e vendit tonë. Para pak më shumë se 25 vitesh, shumica prej nesh që na takuat sot dhe të gjithë të tjerët që do t'i takoni e do t'i shihni gjatë ditës, kemi qenë të rinj ose fëmijë të cilët dolëm t'i presim ushtarët e NATO-s, teksa ata po hynin në Kosovë dhe priteshin si shpëtimtarët tanë. Ata ushtarë sollën dritë në errësirën e një tragjedie njerëzore që po zhvillohej para syve të botës. Prandaj populli i Kosovës do të ketë gjithnjë mirënjohje të thellë për secilin vend aleat dhe për secilin ushtar të cilët erdhën në mbrojtje të një populli që rrezikohej nga politikat e një regjimi hegemonist e genocidal. Për gjatë këtyre 25 viteve, së bashku me ju e kemi shndruar Kosovën në një shembull suksesi dhe një demokraci që angazhohet jo vetëm për të qenë përfituese e sigurisë, por në të njëjtën kohë edhe kontribuese e eksportuese e saj. Sot Kosova po kontribuan dhe është e gatshme dhe e aftë për të rritur kontributin për stabilitetin dhe sigurinë anë mban botës, ashtu siç bota punoi për të na ndihmuar në momentet tona më të vështira. NATO është themeluar mbi vlerat mbi të cilat qëndron edhe vetë shteti ynë, prandaj edhe synimi ynë strategjik për antarësimin në NATO nuk është thjesht një interes shtetëror i yni, por edhe një domosdoshmëri strategjike për paqen dhe stabilitetin në rajon dhe në gjithë kontinentin evropian. Si që thatë me të drejtë ju dje në Bosnjë Hercegovinë, është me rëndësi që ky rajon mos të ketë vakume të sigurisë. Sepse siç ka dëshmuar historia, shpesh herë ato vakume janë keq përdorur nga faktor malign, të cilëve nuk ju intereson paqja, siguria, por vetëm kaosi dhe jo stabiliteti. Për këtë qëllim, ne dëshirojmë të thellojmë partneritetin tonë me NATO-n dhe me të gjithë aleatët si shtete anëtare, duke zhvilluar çdo ditë më shumë ushtrinë tonë, forcën e sigurisë Kosovës, në një forcë bashkëkohore, profesionale dhe ndërvepruese me forcat partnere, në shërbim të paqes, stabilitetit dhe sigurisë kudo në botë. Kosova tashmë e ka arritur objektivin e NATO-s prej 2% të GDP-s për investime në mbrojtje dhe synojmë që në një kohë rekord ta dyfishojmë këtë përqindje të investimeve në sektorin e mbrojtjes. Për ta arritur këtë, na duhet ta kemi bashkëpunimin edhe më aktiv me NATO-n dhe me shtetet anëtare dhe partnere. Po ashtu, Kosova së shpejti do të fillojë edhe me prodhim të municioneve dhe dronëve, duke e pozicionuar veten si një partner strategjik në fushën e mbrojtjes. Në këtë rrugtim, ne jemi shumë të vetëdijshëm për sfidat me të cilat ballafaqohemi, në të njëjtën kohë edhe me kërcënimet që vazhdojnë të rëndojnë mbi sigurinë e Kosovës dhe të gjithë rajonit. Serbia fatkeqësisht vazhdon të minojë përpjekjet për paqe dhe stabilitet dhe nëpërmjet veprimeve hibride, grupeve kriminale dhe propagandës vazhdueshme e mbështetur edhe nga Rusia faktorë të tjerë dashakeq, Beogradi po synon të destabilizojë jo vetëm Kosovën, por të gjithë rajonin.
Sulmet e viteve të fundit në veri të Kosovës, si dhe sulmet ndaj trupave të NATO-s në maj 2023, të organizuara dhe mbështetura drejt për drejt nga strukturat shtetërore të Serbisë, janë dëshmi e qartë e këtij rreziku. Prandaj prania e trupave të NATO-s në Kosovë nuk është vetëm një garanci për sigurinë tonë, por është edhe një barierë kundër çfarëdo lloj përpjekjeje për cënimin e paqes dhe stabilitetit, për të cilin të gjithë së bashku kemi punuar dhe sakrifikuar shumë gjatë. Ne i bashkohemi thirrjeve tuaja të përsëritura, thirrjeve të përsëritura edhe të NATO-s, edhe të Bashkimit Evropian nëpërmjet deklaratave publike, për përgjegjësi sa i përket sulmit ndaj ushtarëve të KFOR-it në maj 2023 dhe sulmeve të tjera në veri të Kosovës, ku struktura të mbështetura nga Serbia lanë 93 ushtarë të NATO-s të plagosur, prej të cilëve 3 të plagosur rënd. Siç e kam theksuar edhe gjatë vizitës sime të fundit në NATO, mungesa e përgjegjësisë për autorët vetëm sa e ka inkurajuar Serbinë që të vazhdojë me sulme nëpërmjet strukturave të saj paramilitare. Prandaj është më rëndësi që bashkarisht ta fuqizojmë prezencën edhe të personelit edhe të mjeteve për ta mbrojtur kufirin në mënyrë që të parandalohet si hyrja e grupeve terroriste ashtu edhe armatimit të tyre, të cilët kanë për qëllim krijimin e konflikteve në rajonin tonë. Ashtu siç e ka thënë miku juaj i mirë dhe miku i madh i Kosovës, presidenti Donald Trump, politika e paqes nëpërmjet fuqisë, peace through strength, është ajo që do të kuptohet më së miri në këtë rajon, e sidomos nga ata të cilëve mund t'ju shkojë mendja që të përdorin veprime destabilizuese. Prandaj, i nderuar sekretar i përgjithshëm, ne do të vazhdojmë të jemi aleati besueshëm në luftën kundër kërcënimeve hibride dhe ndërhyrjeve të huaja, po ashtu jemi të gatshëm që të mbështesim infrastrukturën e NATO-s dhe të kontribuojmë në misionet e saj, duke forcuar më tej rolin tonë si eksportuese e sigurisë. Siç e theksova edhe gjatë takimit, stabiliteti i rajonit është shumë i lidhur ngushtë edhe me integrimin euroatlantik të vendeve të këtij rajoni. Kosova dhe qytetarët e saj ndajnë vlerat mbi të cilat është ndërtuar NATO. Është koha që Kosova ta ketë vendin e saj në aleancë për të kontribuar si një anëtare përgjegjshme dhe përkushtuar për stabilitetin dhe sigurinë globale. Në Kosovë, gjithnjë do të jeni si në shtëpinë tuaj, një shtëpi e ndërtuar në liri, edhe me kontributin e mira burrave e grave në uniform të KFOR-it, mision ky që mbetet më i gjati, më i madhi, por edhe më i suksesshëm në historinë e NATO-s. Mision ky që dëshmon triumfin e shteteve demokratike e paqedashse, kur ato qëndrojnë të bashkuara rreth vlerave të lirisë dhe të dinjitetit njerëzor. Uroj që shumë shpejt Kosova të jetë ulur krah për krah me vende tjera anëtare të NATO-s, si një partnere kredibile, serioze dhe palëkundur në përpjekjet për paqen dhe sigurinë globale. Ky popull, zoti sekretar, para 25 vitesh u shpëtua nga NATO. Tani mezi pret të qëndroj krah për krah jush në mbrojtjen e vlerave që janë themel i kësaj aleance që për ne u shndrua në mburoj të lirisë. Ju falenderit. Dr. Osmani, dear Vjosa, thank you very much for your warm words. It's a pleasure to see you here in Pristina today, in my first trip to the region as NATO Secretary General. I'm here to visit the personnel of our KFOR mission, together with all the permanent representatives of NATO's North Atlantic Council and KFOR operational partners. Our presence today is another concrete demonstration of the Alliance's steadfast commitment to lasting security across Kosovo and to regional stability. We just had a very useful discussion on the security situation here in Kosovo and in the region. NATO has supported peace and stability in the Western Balkan region for 30 years now. Our commitment remains strong today, spearheaded by KFOR, which is currently our longest, as you said, and also our largest mission. Under the excellent leadership of General Enrico Barduano, who is sitting at the first row, our KFOR troops work relentlessly
to ensure a safe and secure environment for all people and communities living in Kosovo in line with KFOR's long-standing UN mandate. In addition, the NATO Advisory and Liaison Team continues to support the security organizations in Kosovo through capacity building, education and training coordination. A secure Western Balkans region means more security across the whole Euro-Atlantic area. We must be clear-eyed on what lies ahead. Decades of hard-won peace must not be jeopardized. KFOR is fully postured to respond to any relevant security developments. And in that regard, we look forward to continued cooperation between Pristina and KFOR in line with decades of lasting commitments. This is important for us. NATO will continue to play its part within our mandate for security of all. We do this in close coordination with the Kosovo Police and the EU Rule of Law Mission in Kosovo ULEX, in our respective roles as security responders. Having said that, stability in the region ultimately depends on all sides choosing diplomacy over violence. The solution to long-standing peace is political. In this respect, NATO will continue to fully support the normalization of relations between Belgrade and Pristina, led by the European Union. This is the only way to solve pending issues and secure a stable future, ensuring that the rights of all communities are respected and safeguarded. And to move this dialogue forward, both sides must show flexibility, make the necessary compromises and focus on the long-term gains. And I fully understand that this requires difficult decisions, but we must look at the big picture. Normalization brings greater stability, more investment opportunities, and also lasting security across the whole region, for the benefit of all. And this is the message that I will continue to deliver to all my counterparts in the region. Dear Vjosa, once again, thank you so much for welcoming us in Pristina and for a very useful exchange of views to be continued. But for this moment, thank you. Tani do t'i marrim pyetjet tuaja. Antigoni Sufi, Calzo.com. Mr. Rutte, with the rise of... Where are you? Here. Yes. With the rise of the ultra-nationalist rhetoric from Serbian President Aleksandar Vučić toward Kosovo, what does NATO guarantee that Kosovo borders will be intact and the country will not revert to the 90s? Well, obviously, we have to make sure that all relevant players in the region are in close coordination and in close, let's say, strategizing going forward. And that is why I visited yesterday Sarajevo and spoke with the 3 members of the Bosnian-Herzegovinian presidency. Why today I'm visiting KFOR here, and I thank you again for welcoming here in your office. Thank you so much. And it is very important for me to visit KFOR here on this official visit to KFOR here in Kosovo. But I'm also in very close contact with Aleksandar Vučić. We were on the phone last week. He will visit me in Brussels soon, hopefully this month. We are looking for dates to do that. And I try to be even-handed and send my messages to all relevant partners that only collectively we can bring this region to a lasting peace. You cannot foresee a future where in 40, 50 years we still are stuck in the same problems. And that means that it has to be a political solution to this. And that requires the leadership of all politicians. And you have a president here who has an impact not only here in Kosovo, but also in the wider region, and is respected all over the European Union. And that helps. And the same goes for the presidency in Sarajevo, but also for Aleksandar Vučić. So we have to work together and make sure that we bring this region to a lasting peace. It is crucial, 30 years after 1995. Vazhdojmë me pyetjen e fundit.
Flaka Zogu nga Radio Evropa e Lirë, shërbimin Kosovë, NATO-n të kaluarën se ka mbështet transformimin e forcës së sigurisë Kosovës në një ushtri, madje Këshilli Atlantikut Veriut pati përmendur edhe mundësinë e rishqyrtimit të angazhimit të NATO-s. Megjithëse ndër vite kemi pa ndryshime dhe mbështetje ndaj FSK-s. A ka ndru qasja e NATO-s ndaj tranzicionit të FSK-s në ushtri dhe cili është roli i FSK-s në stabilitetin rajonal sipas vlerësimit tuaj? Edhe një çështje tjetër nëse mundem, kohëve të fundit është përmend rasti i Kosovës si model që mund të ndiqej në Ukrainë për me dërgu trupa paqëruajtëse atje pas luftës. A do ta konsideronte NATO-ja një gjë të tillë? Well, on your first question, the mandate is to make sure that the KSF has what it needs to be effective in its humanitarian role here in Kosovo. That's exactly the mandate NATO has to help KSF to develop better and better to become a humanitarian force of power in this country when humanitarian issues arise. And that's the mandate, and that's what we are working on every day and continuously. And on your second question, I think that is not so much to Kosovo, but more generally to the situation in Ukraine. Well, here I would side with President Trump. First of all, I want to really note the fact that thanks to him, there has now been a breakthrough when it comes to Ukraine in terms of starting talks with both the Russians and the Ukrainians. That is important. It's good that the French and the Brits have taken initiative that when a peace deal or a ceasefire would happen in Ukraine, that there will be this issue of security guarantees. One way to do that would be European troops in Ukraine, but there could also be other ways to do this. I think President Trump is right that before you can keep a peace, you first need to have the peace. And the peace is not yet there. But at the same time, we all agree you have to work in parallel because when a peace ceasefire is there or a peace deal is there, you have to be sure that you can somehow guarantee that peace. And one of the models to do that is what the French and the Brits are working on with many other countries. And that conversation is important, is also in close conjunction with the United States. But again, to President Trump's argument, first a peace deal before we can keep any peace. Për të shtuar diçka rreth çështjes së parë që e ngritët, siç e dini në NATO vendimet mirën me unanimitet dhe akoma janë 4 shtete anëtare të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe kjo e shndron çdo vendimarrje rreth avancimit të raporteve mes NATO-s dhe FSK-s në një çështje jashtëzakonisht komplekse. Megjithatë, kjo nuk nënkupton që FSK-ja nuk e ka mandatin e plotë, ashtu siç parashihet në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ligjet e miratuara në Republikën e Kosovës, si forcë e cila e mbron sovranitetin dhe integritetin territorial dhe të gjithë qytetarët e vendit tonë. Përveç kësaj, ne kemi gjetur mënyra të tjera për të avancuar rolin e FSK-s dhe kontributin e saj për paqe dhe siguri në vende të tjera përreth globit, nëpërmjet marrëveshjeve të bashkëpunimit dypalësh, të cilat i kemi me shtetet anëtare veç e veç. Siç e dini, FSK-ja në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës shërben në misione paqëruajtëse nëpër vende të ndryshme të botës, njëkohësisht nëpërmjet marrëveshjeve dypalëshe me Mbretërinë e Bashkuar vazhdon të shërbejë nëpër misione paqëruajtëse nëpër vende të ndryshme të botës dhe tani jemi në proces të negocimit të marrëveshjeve të tjera dypalëshe nëpërmjet të cilave FSK-ja do të vazhdojë të kontribuojë nëpërmjet mandatit të plotë siç parashihet në Kushtetutën e Kosovës, ndërkaq për veç atyre që i tha sekretari i përgjithshëm, siç e dini, para shumë vitesh ka qenë edhe një shkëmbim letrash në atë kohë ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe ish sekretarit të përgjithshëm, që ka të bëjë me rritjen e nivelit operacional të bashkëpunimit ndërmjet NATO-s dhe FSK-s dhe ne do të punojmë së bashku për të parë se si është mënyra më e mirë që kjo të funksionojë në praktik, duke mos harruar që të gjithë ushtarët e NATO-s janë trajnuar pikërisht, të gjithë ushtarët e Kosovës janë trajnuar pikërisht nga shtetet anëtare të NATO-s, edhe nga vetë NATO-ja për trajnime të caktuara dhe funksionojnë në përputhje të plotë me standardet e NATO-s. Të nderuar të pranishëm, me kaq e përmbyllim këtë konferencë për media, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj.